Gjykata e Korçës vendosi që Dritson Kurti të vuajë një dënim prej 5 vitesh me shërbim prove. Kjo masë është dhënë pas kërkesës së prokurorisë, e cila ka ngritur një çështje penale kundër tij, pasi bashkëjetuesja e tij kur ishte në moshë të mitur solli në jetë një fëmijë. Në gjykatën e Korçës, pala mbrojtëse kërkoi shpalljen e pafajësisë për të akuzuarin. Avokati Enea Cenko e argumentoi mbrojtjen mbi bazën e traditave të komunitetit rom, ku sipas tij martesat në moshë të hershme janë pjesë e zakoneve dhe mënyrës së jetesës së tyre. E ka dënuar tashmë dhe gjykata e Korçës me një vendim prej 5 vite shërbim prove. Duhet teksuar që edhe pse kjo gjë nuk na kënaq, për arsye sepse unë deklaroj dhe vazhdoj të deklaroj që Dritson Kurti është i pafajshëm. Një pjesë e mirë e këtij komuniteti të nderuar në Shqipëri martohen duke pasur dhe kontakte me kryetarin e shoqatës së romëve në qytetin e Korçës. Shumë prej tyre janë martuar që në Djep, sepse lidhen baballarët me njëri tjetrin, nënat me njëri tjetrën dhe martojnë fëmijën e tyre që të vogël. Pra, kjo është kultura e këtyre personave, ne duhet t'i respektojmë për kulturën që ata kanë. Mendoj që unë këtë proces do të çoj deri në gjykatën e Strasburgut për të kërkuar pafajësinë dhe pafajësinë e tij të vërtetë. Sepse me të vërtetë është i pafajshëm, ju thash dhe ja u ritheksoj, 78% e këtij komuniteti janë në këto kushte. Sipas avokatit, çështja nuk duhet të shihet thjesht si një rast penal, por si një problem më i gjerë social dhe kulturor që prek komunitetin rom në Shqipëri. Ai apeloi për ndërhyrje në legjislacion, duke kërkuar që institucionet përkatëse dhe komisionet parlamentare të marrin masa për të rishikuar kodin penal në përputhje me konventat ndërkombëtare dhe në konsultime ndërkombëtare. Me këtë rast i bëj thirrje të gjithë institucioneve përkatëse në merrni një iniciativë ligjore, komisionet parlamentare të kësaj fushë të ulen, të diskutojnë, duke marrë parasysh, sepse gjykata neve i theksuam që do të merret parasysh dhe konventat europiane, të cilat kanë një temë, një tematik të veçantë për këtë komunitet, për komunitetin e rom. Dhe duhet theksuar të bashkëbisedojnë me ndërkombëtarët, të rishikojnë kodin penal, sepse nesër pas nesër mund të ketë të tilla situata dhe kjo është një kauzë. Me këtë vendim, Dritson Kurti do të mbetet i lirë, por i detyruar të respektojë kushtet e vendosura nga gjykata për një periudhë 5 vjeçare.